Sheikh Fauzani, Allahu e ruajt, këtu përmend një mesele, el hukmu bi ghayri ma anzal Allah, me gjyku me atë që nuk ka zbritur Allahu, me gjyku me atë që nuk ka zbritur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyar, thot kush pretendon se kjo kohë nuk përshtatet dhe nuk është kohë që të aplikohet shariati. Wa anna hukm al-kitab wa sunna kana fi zamanin qad mada, dhe kush mendon që me gjyku me Kur'an dhe me sunne është në shekujt e kaluar, është diçka e kaluar, dhe tani nuk përshtatet Islami apo nuk përshtaten rregullat e Islamit me kohën e të cilën jetojmë, kjo thot është kufër i qartë. Kjo është kufër dhe dalje prej feje. Dhe thot ka për njerëzve të cilët thonë inna tatbiq al-hudud wa rajmu az-zani, me i fut dispozitat e shariatit, siç janë pra rajmu az-zani, ai që bën zina, ai që vjedh, vendimet, apo ai që del prej feje, qatl al-murtad. Kush mendon se këto janë ligje të ashpra, të vrazhda, pra të vrazhda, kjo thot Sheikh Fauzani është kufër i qartë, sepse i'tiradun ala hukmillah, ti e kundërshton vendimin edhe gjykimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kjo hadha riddatun sariha an din al-islam. Kjo është renegat, pra njeriu është renegat dhe është dalje prej feje nga dini islam. Wa kadhalika man yaqul, pra sikur Sheikh Fauzani përmend fjalët apo idetë apo ideologjitë të ndryshme, disa thonë që nuk përshtaten këto ligje në kohën e të cilën jetojmë. Dhe është janë mendje shejtani u zbukuron atyre ligjet e tyre. Shejtani është ai i cili i mashtron njerëzit. Sepse në këto vendime, si për ato që vjedh, si për ato që prekin moral, si për ato që prekin pasuri, këto ka mëshirë dhe ka ruajtje edhe të jetrave të njerëzve, edhe të pasurisë së njerëzve. Pra, nëse i shefti, për shembull, në vendet ku aplikohet shariati, për shembull, vjedhësit i pritet dora. Nëse dëshmohet dhe ka dëshmi që ai ka vjedhur, pra i pritet dora. Kjo është me shariat, aty ku ka shariat. Pra, ku ka shariat dhe vendos gjykata për ndërsa shohim në shumë vende të Evropës ku si rezultat i vjedhjeve ndodhin vrasje. Pra hajdutët vriten. Edhe pra ai shkon me vjedh e vrajnë ata. Pra nuk ja prejnë dorën, kush e vran ai që mbron pasurinë. Sa aksidente, sa ndodhi ka që në Evropë, në perëndime, ku ta diun në vende ndryshme të botës, ndodhin vrasje nga grabitjet. Tani më njerëzit naiv i shiqojnë këto raste shumë të ralla që ndodhin në vendet muslimane, aty ku aplikohet shariati, ndërsa harrojnë vende tjera të cilat ndodhin vrasje si rezultat i mos aplikimit të këtyre vendimeve të Islamit. Prandaj, në gjitha këto vendime të shariatit që janë në aplikim, ku aty aplikohet, ka urtësi dhe ka mëshirë, edhe ka ruajtje të sigurisë. Kështu është edhe për kisasin, kështu është edhe për vendime tjera. Wa kadhalika man yaqul, ka prej të tjerëve, thot Sheikh Fauzani, të cilët thonë innahu mukhayyarun bayna an yahkum bish-sharia aw an yahkum bil-qawanin. Njeriu është i lirë, mundet me gjyku me shariat, mundet me gjyku me ligjet jo të shariatit. Thot Sheikhu, edhe kjo është dalje prej feje. Pra, vetëm nëse njeriu thot është i lirë me gjyku me këtë, me gjyku me atë. Pra, është temë shumë e ndihshme. Wa an yahkum bainahum bima anzala Allah, Allahu ka thënë që duhet gjykoni mes njerëzve me atë që ka zbritur Allah, Allahu wala tattabi' ahwa'ahum, dhe të mos i ndjekni epshet e tyre. Fal-hukmu bima anzala Allah naw min anwa' al-ibadah. Me gjyku me atë që ka zbritur Allah është ibadet prej llojeve të ibadetit. Dhe kjo është një prej temave që ehli suneti e kuptojnë qartë dhe sqarojnë qartë. Pra me gjyku me shariat Allahut është ibadet. Me gjyku me shariat Allahut është ibadet. Dhe se sa bukur tani Sheikh Fauzani i qaset kësaj teme.
Dhe thot, pas e sqaron një pjesë shumë të rëndësishme, thot, men i'taqada annahu la yajuzu al-hukmu bighayri ma anzala Allah. Kush e ka bindje që nuk lejohet me gjyku me diçka tjetër, pos ma atë çka ka zbritur Allahu. Walakin khalafahu al-hawa fi nafsihi, mirë po thot, veprat e tij kanë rënë kundërshtim me atë që e ka bindje, si rezultat i epshit që ka. Si rezultat i epshit që ka. Ma i'tiqadan në fi'luhu muharram, duke pasur në bindje që këtë vepër është duke bo haram. Dhe e kanë nxitur epshit i dhe endjet e tij dhe knasit e tij apo ndonjë lakmi, wa huwa ya'taqid annahu 'asim, po ka bindje që ky është mëkatar, atëherë kjo nuk është dalje prej feje. Atëherë kjo thot nuk është dalje prej feje. Fa hadha la yukfar al-kufr al-mukhrij 'an al-millah. Pra nuk është duke bo kufër që nxjerr prej feje. Wa inma yukfur kufr al-asghar, mirë po është ka bën kufër të vogël. Është ka bën kufër të vogël, kufër dune kufër. Pra është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se kjo është kufër dune kufër, me gjyku me diçka tjetër, jo me atë që ka zbritur Allah, duke pasur ti bindje, duke pasur bindje që më mirë është me gjyku me shariat, por të ka nxit epshi, kjo është kufër dune kufër. Dhe siç e përmend Ibn Abbas rahimahullah. Dhe ajo çka i ndan ehli sunetin këtë zaman nga xavarizët është pikërisht kjo mesele. Më së shumti që e bën atë farvijen darse. Pra në momentin që kur e dëgjon ti një ligjërues duke thënë që gjykimi me diçka tjetër është vepër mesele ihtilafie, mos pajtuese në mes ehli sunetit, kjo është fjalë e xavarizëve. Nuk është fjalë e ehli sunetit. Pra ehli suneti e sqarojnë këtë mesele që ata që gjykojnë me diçka tjetër, jo me atë që ka zbritur Allahu, duke pasur bindje që më mirë është me gjyku me Kur'an, por për shkak të epshit dhe lakmis dhe dunjas, ata janë mëkatar dhe nuk dalin prej feje. Kjo është bindja e ehli sunetit, dhe kjo fjalë e ehli sunetit. Ndërsa xavarizët thonë, bindja e xavarizëve është apo atyre si më thonë, ata të cilët mundohen me ju qas kësaj teme si në mënyrë me një maturi, me një edukat, ata janë mashtrues. Pra nuk ka, dhe i dëgjoni edhe fjalët e ulemave të sunetit të këtij zamanit, siç është Ibn Uthejmini dhe të dietarë tjerë, e qartësojnë se nuk ka khilaf mes kësaj mesele. Khilaf është por mes ehli sunetit dhe xavarizëve. Mes ehli sunetit dhe xavarizëve.